Antoni Gaudi, drejt shenjtërisë, arkitekti i Zotit në rrugën për t'u shpallur shenjtor. Antoni Gaudi, mjeshtri i katedrales që i dha jetë veprës madhështore e Sagrada Familia, është një hap më pranë shenjtërisë. Vatikani ka njoftuar zyrtarisht se Papa Francesku i Ndjer ka njohur virtytet heroike të arkitektit, duke përfshirë atë në procesin e gjatë të shenjtërimit në Kishën Katolike. Gaudi, që njihet ndryshe edhe si arkitekti i Zotit, ndroi jetë në vitin 1926. Devotshmëria e tij fetare dhe simbolika shpirtërore që përshkroi veprën e tij kanë frymëzuar breza të tërë. Për shumë kënd, puna dhe jeta e tij kanë qenë një burim konvertimi dhe përkushtimi ndaj besimit katolik. Shoqata për shenjtrimin e Gaudit, me mbi 80.000 ndjekës në mbar botën, ka lobuar prej dekadash për këtë kauzë, duke dëshmuar edhe për raste mrekullish nëpërmjet lutjeve drejtuar arkitektit. Pas vendimit të fundit nga Papa Francesku, Gaudi njihet tani zyrtarisht si i bekuar, faza e parë drejt shenjtërisë. Ndërkohë, vepra e tij më e famshme, Sagrada Familia, vijon të ndërtohet edhe sot. E nisur në vitin 1882, ky projekt i jetës së Gaudit pritet përfundonte në vitin 2026 për të përkuar me 100 vjetorin e vdekjes së tij, por pandemia shtyu afatin për shkak të mungesës së fondeve nga turizmi. Në vitin 2010, Papa Benedikti i 16 e shugëroi zyrtarisht bazilikën duke quajtur një lavdi për Zotin të ndërtuar prej guri. Nëse shpallet fajtor, Antoni Gaudi do të jetë ndër të paktët artist dhe arkitekt në historinë moderne që merr këtë status të shenjtë, duke forcuar më tej lidhjen mes artit, besimit dhe frymëzimit hyjnor.